Sot mund punë kemi përjetuar përballjen e parë direkte ballë për ballë të dy pushteteve, drejtësisë dhe politikës. Gjykata e posaçme dhe SPAK kanë pezulluar numrin 2 të qeverisë nga detyra, de facto duke i ndaluar asaj të shkonte në zyrë. Ndonse vetë gjykata është rezervuar të zbardhë vendimin, edhe ky një rast unik, vendimi që u zbardh vetëm pas ditë vonë nga SPAK praktikisht i ka hequr kryeministrit dhe kreut majorancës një prej mekanizmave kryesorë që ka një njeri politik që fiton zgjedhjet, të përcaktoj vetë qeverinë e tij. Fiks një më parë në rrjedhësor kryeministri nga Roma e bëri qartë se nuk do të bënte ndryshime në qeveri, por vendimi i sotëm i gjykatës ja ka hequr atij praktikisht të pushtet. Dhe po sot, po SPAK ka sfiduar dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ktheu në detyrë Rion Veliajn si kryebashkiak, duke refuzuar kërkesën e Këshillit të Qytetit që ai të jetë nesër në mbledhjen e tij. Edhe këtu drejtësia e re praktikisht e ka lënë sërish të burgosur mundësinë e Veliajt për të drejtuar Tiranën. Një tjetër goditje direkte ndaj pushtetit politik dhe ndikimit të tij të mundshëm në institucionin e gjykatës kushtetuese. Sot duhet ishte një ditë feste në Partinë Demokratike, por dhe reagimet që kanë ardhur prandaj janë të zymta dhe formale, përjashtuar sigurisht nipin e të dashurës Kunat Fariut, por dhe ai ishte më pa emocion se sa shpërtimi i Petro Koçit. Partia Demokratike ka deklaruar mbajtjen e protestës së foltores 2.0 të hënën, por ka një problem. Sali Berisha me shumë gjaz do të mungojë. Kreu i Partisë Demokratike ka kapërcyer Oqeanin Atlantik, jo veriorin, ato jugorin. Berisha ka shkuar në Brazil, zyrtarisht për një takim të djathtësh, por nuk ka njoftuar akoma një datë kthimi apo nëse të hënën pasdite do jetë në foltoren në bulevard. Sido që të jetë, një xhiro në Copacabana do të ishte e mirë për doktorin që ta kthjellojë atë dhe idetë e tij dhe të mendojë një zgjidhje apo një rrugdalë. Kjo sepse këto ditë që ai mungon, Partia Demokratike duket se është më mirë, më qetë dhe më e fortë pa të. Edhe kjo, fal SPAK dhe dosjes së saj të plotësuar tashmë për krimin shtetëror të 21 janarit. Por ka edhe më shumë se kaq. Po sot gjykata e posaçme ka detyruar SPAK të nisë hetimet brenda në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Hetimet për shpërdorim detyre do të nisin ndaj 5 anëtarëve të KAS, të majtë e djathtë, pas padisë së bërë nga aktivisti i shoqërisë civile Aulon Kalaja, i cili kandidoi për Partinë Demokratike në listën e hapur të Durrësit në 11 maj. Kalaja, i cili kishte paraqitur prova se si vetë numëruesit e Partisë Demokratike i kishin hequr atij 30 vota dhe i kishin shtuar 100 kandidatit tjetër Arjan Doja, kjo kur vetë komisioneri kishte premtuar se do të çonte në ndjekje penale çdo numërues të kapur në faull. Një gjë që në fakt nuk ka ndodhur akoma. Ndërhyrja e drejtësisë së re në hetimin e zgjedhjeve dhe ndërshkimin e fajtorëve është një tjetër risi e kësaj jave. Dhe shembulli nga i nisi është tipik. Një ish funksionar i drejtësisë së vjetër i shkarkuar nga vettingu dhe nën hetim pasuror, i cili u ricikluan politik. A jemi kështu në fillimin e procesit të përballjes frontale të sistemit të drejtësisë me politikën, dhe përse filloi vitet të tëra me vonesë dhe kush i frymëzoi kësaj radhe këta prokurorë të gjykatës, të cilët dukeshin prej muesh që i kishin humbur rrugën. Për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në rrjedhësor me mua. Sonë në program janë Aulon Kalaj, mirëmbrëma Aulon. Mirëmbrëma. Dhe urime për fitoren e parë në apo të dytë si bie në përpjekjet e tua ligjore për vendosur drejtësi në ato që ti mendon që është shkelur 11 maj. Skënder Menxhozi, mirëmbrëma Skënder. Mirëmbrëma. Avokat Edmund Petri, mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma. Dhe Arseta Gjyri, mirëmbrëma Arseta. Kënaqësi të kem program. Skënder, Skënder, ta nisem me ty. Sigurisht sot ka patur disa lëvizje, më e forta sigurisht është temi shkarkimi i zëvendës kryeministrit nga gjykata me kërkesën e SPAK-ut, por padyshim kjo u pasua gjithashtu nga temi anulimi deri diku i vendimit të gjykatës kushtetuese që riktheu Rion Velin 2 javë më parë në detyrë. Por nga ana tjetër kemi dhe një lëvizje tretë, ajo që ndodhi hetimi, detyrimi i SPAK-ut hetoi pas vendimit të gjykatës pas padisë së Aulonit, dhe këtu patjetër nuk e largojmë dot e kontekstin që ka një ndryshim të qëndrimit drejtësisë së re dhe ndaj çështjes 21 janarit të japë. Sigurisht janë duken si të kithta, po mundohemi t'i bashkojmë. Një farsoj. Sokol, në këtë trezë unë besoj kam diskutuar dhe ndonjëherë dhe debatuar me ty në lidhje me rolin e SPAK-ut në raport me politikën, me figurat e saj më të larta, sepse aty është rëndësia, me dosjet më delikate, me historitë e vjetra dhe të reja të korrupsionit, vrasjeve etj.
Unë kam qenë dhe mbetem i një mendimi i cili do duket si shumë bardhëzi, po duke dashur të vendosim një klasifikim i cili duket gjithsesi anormal, unë gjithmonë kam thënë se vrasjet vinë para vjedhjeve të prezumuara. Gjithashtu dhe vrasjet e prezumuara, sepse dhe ato duhen hetuar. Pra, me që ti ma përmend edhe më ngacmove se kisha menduar diçka tjetër për ta filluar fjalën time, unë nuk mendoj se ka ndodhur gjë me 21 janarin, por mendoj se SPAK në drejtën e vet vazhdon me kapacitet plot të hetoj qeverinë, të hetoj maxhorancën. Është zonja Ballugu është i treti numër 2, nëse do të merrnim politikisht, në rrafsh partijak dhe Erion Velin si të tillë, i treti numër 2 i zotit Rama, 2 në qeveri dhe 1 në parti, i goditur në mënyrë frontale. Do të thotë me hetime, me akuza dhe duke ju hequr kësaj gjithë atë justifikim ose teori komploti që opozita e ndërton sa herë që hetohet qeveria, por që pastaj e kthen në anë kundërt kur është fjala për të urtuar vetë, sepse në atë rast asgjë nuk funksionon, SPAK është i përdorur, akuzat janë false dhe ne mund të shkojmë në Brazil, mund të shkojmë këtej, mund të shkojmë andej dhe nuk gjithçka ecën si më parë. Natyrisht goditja ndaj Ballugut është një goditje e rëndë për Ramën, është një goditje e rëndë për maxhorancën. Unë e shoh politikisht Partinë Socialiste në një moment paradoksalisht shumë solid në pikpamje numerike, pra 83 mandatet fituar në 11 maj, e shoh në një goditje e cila natyrisht që e ka bërë më të ndjeshme, e ka ekspozuar në nervin e saj më të rëndësishëm, që është qeverisja, sepse qeverisja është gjithsesi në vitin e 12, jo rastësisht 13, jo rastësisht ju kujtoj që nesër në Tiranë mbahet një summit. Një summit që nënkupton mes rreshtave një histori suksesi. Dhe mes kësaj historie suksesi ne kemi edhe këto hetime, cilat për entuziastët mund t'jenë dhe ato një histori suksesi. Pra, po avanconi në negociatet me Evropën, sepse keni një drejtësi e cila mund të hetoj politikën. Natyrisht edhe kjo ha diskutim, por nga ana tjetër unë shoh që SPAK mbas asaj goditje të parë që u duk se mori indirekt dhe që ti e the me drejt në editorialin tënd që ishin zgjedhje 11 majit, ku nga cila u prodhua një super maxhorancë e fuqishme që dukej si e pacënueshme, e pagoditshme etj. SPAK po provon tani që është edhe në fund të vitit 6 dhe kur do të duhet zgjedh kreun e ri të strukturës, po provon se ka dëshirë të përballet dhe ka dëshirë të shkoj luftës me qeverinë deri në fund. Sa i përket opozitës, nuk besoj se jemi në ato kota. Për shembull, kjo që po ndodh me procesin e Aulonit, për shembull, fakti që në fund fare ata që preken, pra opozita ka patur dhe kauzën vetë kryesore manipulimin e rezultatit të zgjedhjeve. Ajo që po ndodh me padinë e Aulonit, i cili kandidoi Partinë Demokratike, por nga ana tjetër padia e tij përfshin edhe qarqe të tjera apo jo Aulon, nëse s'gabojën, jo vetëm qarkun e Durrësit. Padia e Aulonit praktikisht po tregon që ata që po akuzojnë të parët janë ata të parët që janë përfshirë manipulimin e rezultatit të zgjedhjeve. Pra le të themi në këtë sens hetimi jo i SPAK-ut, në fakt i drejtësisë së re, praktikisht duhet ta korrigjoj pak, është gjykata ajo që ka detyruar SPAK-un, se SPAK-u e ka rrëzuar 2 herë për pretendimet e Aulonit. Në fund fare drejtësia janë gjykatat, nuk është SPAK-u. Sokol, nëse Auloni ndodhet shenjë nëse Auloni ndodhet në këtë situatë dinjitoze në raport me të si kandidat që kërkon të drejtën deri në fund dhe që kërkon të shihet qartë dhe të hidhet transparencë mbi zgjedhjet, unë po të kujtoj gjë tjetër, që Auloni nuk do të duhet të ishte në këtë situatë sot, sepse mes SPAK-ut dhe KQZ-s të paktën kemi angazhime konkrete paraelektorale në mënyrë që mbi procesin të hidhet dritë dhe mos lejohen episode të tilla. Në qoftë se ai sot detyrohet. Patjetër, në qoftë se ai sot detyrohet dhe në Tiranë, në Shqipëri ka pas një rinumrim të pjesshëm, ku ne e dim se dhe aty dolën mangësi, madje në disa raste shumë të thella,
që unë nuk e di sepse nuk janë çuar deri në fund. Dhe çfarë duan, sepse në atë rinumrim do të mjaftonte të marrësh proces verbal në vjetër, me proces verbal në ri, ti vije të dyja përballë dhe e gjeje ku ishte, mbaronte puna. Po, tani pse duhet që Aulonit rrah dyert e gjykatave për të gjetur drejtën e tij dhe mos ta kishte këtë drejtë siguruar nga mirë funksionimi i sistemit? Pra kjo është pyetja. Qofse ne do ta ngrem në aspektin e tij. Ti përgjigjem pyetjes Skënderit apo ke pyetje ti? Jo, përgjigjem pyetjes Skënderit. Kjo për një arsye se Zoti Minxhozi. Të lutem. Njihemi kaq. Patjetër. Atëherë Skënder, kjo për një arsye shumë thjesht sepse kodi ynë zgjedhor, cilën e kanë bërë gjitha palët, po i fus, ja pamundson kandidatit të rinumërimin e votave. Kemi një nen aty që thot ekskluzivitetin për të bërë kontestim zgjedhor kanë vetëm partitë politike. Tani ç'a ndodh? Ne jemi antar të Këshillit të Evropës, sfundmi ka dalë Rusia për arsye që dihen, ne vazhdojmë akoma të jemi dhe Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit, Komisioni i Venecias në librin e sjelljes mirë në zgjedhje, por edhe gjithë praktika e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, alias Gjykata e Strasburgut, thotë që ka 3 palë që kanë drejt për me kontestu procesin zgjedhor. Ata thonë është partia politike, është kandidati, shkojnë dhe më tej, fusin dhe zgjedhsin. Pse fusin zgjedhsin? Sepse nuk bëhet fjalë për një territor si Shqipëria që merren votat e tjerë. Se një njeri mund të votojë një parti X që mund të ketë vetëm një vot. Nga proces verbal e vot nuk del. Atëherë është e drejta e individit për me kërku. Se thotë ku është vota ime. Për këtë proces unë kam iniciu një lëvizje të gjykatës kushtetuese, pra kam vënë lëvizje gjykatën kushtetuese sepse unë gjykoj që kodi zgjedhor është antikushtetues në të paktën 2 momente në raport me kushtetutën. Së pari tek e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur që na e cënon neve, dhe së dyti për një proces të rregullt ligjor, sepse ne nuk kemi mundësi për të kryer proces të rregullt ligjor. Pse nuk e kemi? Së pari unë kam nis një betejë administrative me kasin këtë rast, sepse aty do ankohesha për votat e mia, Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve që vepron pranë KQZ-s, e cila nuk më lejoi mua që të numëroj votat e mia, sepse unë e kërkova si kandidat në këtë rast. Ndërkohë shkova në kolegj zgjedhor, pra shkova tek gjyqësori i zgjedhjeve, jo thjesht tek administrativi, sepse kasi në fakt është një organ quasi gjyqësor, pavarësisht se ata, po ata nuk e kuptonin dhe unë ja u thoja her pas here dhe kisha i pritshmëri të lartë nga disa individë aty dhe pra, për këtë arsye kam bërë kallëzimin e sotëm, domethënë, atë që më dha drejtësia sot se kallëzimi është bërë që në muajin gusht, domethënë, për arsye se ata kanë shkel ligjin në disa momente, dhe këtë nuk e them mund tani më e thot GKK-ja, Gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila thot për 3 momente. Së pari, rinumërimi në Shqipëri në qarkun e Tiranës dhe Fierit ndodhi plot, por qarkun e Durrësit ndodhi në mënyrë të pjesshme. Por nuk ka asnjë lloj problemi deri këtu. Tani fakti është që në rinumërimin e pjesshëm, mua më ishin vjedh disa vota dhe sot jam krenar që vin këtë studio dhe si kanë vjedh vota skujt. Dhe përkundrazi në raport me kandidatin tjetër, në fakt unë kisha pyetjen për rinumërimin. Po aty do dal pra. Sepse realisht rinumërimi i pjesshëm i pari natyrisht ty të intereson me drejtën tënde si kandidat që rinumërimin ta bësh plot për dal i plot manipulimit. Sigurisht se çfarë interesi do kemë pastaj. Por gjithsesi pyetja ime nuk ishte aq shumë e drejtuar ndaj teje, po ishte e drejtuar po themi ndaj kamerës. Patjetër. Atë po të sqaroj dhe unë. Ne kishim struktura aty do dal. Me vulë dhe me firmë. Aty do dal. Aty do dal që është problemi pra. Aty do dal se do ta them. Është një pyetje retorike. Se Spaku e refuzoi 2 herë. Ja do ta them pra. Kjo është ideja. Pse Spaku e refuzoi 2 herë. Do dal aty. Pra, ne nga procesi rinumërimit që besoj i shërbeu Shqipëri, sepse ne na bot tabel qitje, 3-4 persona që kërkuan rinumërim. Po çfarë tregoi rinumërimin vetvete? Lëvizi mandat në qarkun e Fierit, apo jo? U pa që u trafikun 10.000 vota nga të gjitha palët në qarkun e Tiranës. Unë personalisht arrita të rikuperoj 105 vota në raport me kandidatin tjetër. Pra ja pas ka sjellë sa të mira dhe rinumërimi, apo jo? Atëherë, cili është hetimi që mund të bësh në këtë rast? Është ajo që the ti. Merr proces verbalet e 11 maj dhe proces verbalet e 4 korrigut dhe u kry hetimi. Atëherë ç'a ndodh? E gjithë retorika, narrativa e kasit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte shiko se ky është gabim njerëzor, nuk kemi të bëjmë me krim zgjedhor. Gjykata, këtë amat prokuroria e ndan se është gabim njerëzor. Të ndan drejtësia sepse është dhe drejtësia nuk. Unë shkova si qytetar dhe kandidat që më ishin prek interesat, jo vetëm për qarkun e Durrësit, po për të qarqet e sipër përmendura dhe i thash Spakut, shiko se kam vënë re këtë gjë. Mos më besoni mua, kam dhënë deponimun atje. Dhe mbaj përgjegjësi penale patjetër. Dhe merrni këto proces verbale dhe krahasojeni. I kanë marrë proces verbale, ndjenin time, dhe i kanë krahasuar dhe del në referim aty. Tani ç'a ndodh? Spaku nuk e pranon. Gjykata ju thot,
për Durrësin, i hapët 152 kuti nga 493 gjithsej, ishte detyra juaj për me vazhdu hetimin, sepse kishit dyshime të arsyeshme që ka manipulim vote. Së pari, së dyti, pse keni miratu një tabel për mbledhse të rezultatit falsifikuar, sepse është tabel e falsifikuar, pra kutit janë aty, krimi zgjedhor është aty, dhe ju dilni me një tabel të re, për pos 11 majit, pra tabel në re këtu. Dhe së treti, duhet bënit një detyrë ligjore që e keni si institucion, të referonit materialet në prokurori. Kaq. Pastaj ndajmë neve këtë. Për shkelësit. Pikërisht, për këtë arsye, janë vënë disa detyra tani. Po SPAK-u nuk e hetoi këtë çështje? Nuk e hetoi pra. Gjykata çmon që nuk e kishte hetu këtë çështje, por e ka kaluar në një mënyrë tillë sepse kishin përdor një trik të tillë që shiko, Auloni ka shkuar në kolegj zgjedhor, është rrëzuar për mungesë legitimiteti, pra le ta bëj kolegji zgjedhor këtë rol, mos na e kaloni neve si SPAK. Pra nuk kishte vullnet për me hetu çështjet zgjedhore. Kjo është pjesa e dytë Sokol që për mendimin tim është më pak e rëndësishme se sa vendimi i javës kalume. Vendimi i javës kalume është historik për Shqipërinë. Në rast se e kem plan me diskutuos më vonë, besoj apo jo, mund ta them shkurtimisht se çka ka ndodhur javën. Hera parë në Republikën e Shqipërisë që do hetohet për krim të organizuar zgjedhor. Deri tani jemi marrë me 50.000 lekësha, mbleu votën, i dhash kamera etj. Gjykata ka detyruar SPAK-un, i cili më rrëzoi pra edhe për këtë çështje, për dy vepra që unë kisha qua aty. E para, që kemi të bëjmë me grup strukturum kriminal, dhe së dyti për falsifikim zgjedhor. Në fakt, SPAK-u e kishte pranu falsifikimin tim zgjedhor. Ndaj kandidatit Aulon Kalaja, ka ndodhur falsifikimi zgjedhor. Janë 10 vota, por e kalonte në Durrës për mos kompetencë, sepse duke rënë vepra e grupit strukturum kriminal, vepra shkonte, çështja shkonte në Durrës. Tani gjykata çfarë thotë? Mjafton një votë që t'jetë prekur, atëherë ti do bësh hetim, se nuk mund të ecësh dot me projekcion. Mendimi kasit ishte që ne ecim me projekcion. Hapëm kaq kuti. Sa vota lëvizën vetëm rinumrin me parë, pjesë. Po pra po. Po pra kjo ishte. Ne harrojmë që dhe jo vetëm aty, dhe jo vetëm aty. Me 10 vota fitoi Tirana. Po. Pikërisht pra, pra ne mund kemi kuti, siç ka pas kuti për shembull në Krujë, ku un kam qenë kandidat që është numëruar 100% dhe ka dalë 100% rezultati atill. Në Krujë ju kujtoj që fitoi Partia Demokratike mas 18 vitesh dhe aty çdo gjë ka qenë rregull. Në kutitë e tjera të qarkut Durrësit ka pas probleme. Tani ishte detyra këtyre për me vazhduar numërimin. Qa tha gjykata për krimin? Po, këtu kemi të bëjmë me krim të organizuar në raport me zgjedhje dhe i ka lënë 7 detyra prokurorisë se si do hetoj tani. Pra e detyron prokurorin të hetoj 1. Të identifikoj listën e zgjedhësve, listën e numëruesve. 2. Të hap pamjet filmike, video dhe audio gjatë numërimit të zgjedhjeve. Pra ndodh për herë të parë. Deri tani ne kemi parë në Shqipëri që janë hap vetëm kutit. Kujdes, kësaj radhe do hapen videot dhe audiot, për me pas se çka ka ndodhur realisht. Pse do hapen videot? Sepse kemi të bëjmë me një votë tillë, që këtu është votuar vetëm për Partinë Demokratike, po e marr si shembull, dhe ai nuk ka zgjedh asnjë nga kandidatët. Kjo votë kur del për herë të parë në kamera, del e virgjër, del vetëm për PD-n. Herën e dytë transformohet, del për PD-n, del dhe për i kandidat tjetër. Atëherë si u plotsu? Atëherë çfarë thot gjykata? Në këtë rast, detyron prokurorin do ekspertosh bojën e stilolapsit, sepse kemi të bëjmë me 2 stilolapsa të ndryshëm. Këtu kur është votuar me një bojë ndryshe, këtu është kur është votuar gjatë në tavolinë aty kur e kanë. Po mira, atë se kap dot ai Aulon e ditë. Votova me stilolapsin tim thotë. Çfarë lidhje ka? Ta mbaroj. Jo, ka 2 lloj për. Se është po janë në rregull. Një del në kamera kur të hapet me një vot, partia e tjetra del me vot partia dhe kandidati. Ajo ishte do hapen 165.000 fletë votimi. Ishte një model i ngjashëm me edhe fletët e pavlefshme, ka thënë, do ekspertosh dhe fletët e pavlefshme, sepse çka ka ndodhur me fletët e pavlefshme? Është prish vota. Është votu Partia Socialiste, po ja fus kot tani dhe kandidati Agim. Ndërkohë, kështu del fleta për herë të parë, herën e dytë del Partia Socialiste, kandidati Agim dhe kandidati Gimi. Pra, marrin 2 persona X, ndërkohë dele pavlefshme, por i e kalon partisë. Pra edhe për këtë do bëhet hetim. Ti mendon që janë hapur kutit në momentin që është bërë rinumërimi i parë dhe janë hapur më prapë? Po kjo kështu ndodh, se duhet kuptoni se ç'a ndodh aty. Po pikërisht, këtu çështja duhet marrim rastin e Aulonit, apo raste të tjera sot për të folur, a ka Arseta një vullnet apo ka vullnete të ndryshme për të trajtuar çështje të ndryshme. Se këtu pastaj flasim ç'a po ndodh në këtë përballje të drejtësisë, ku fus sigurisht gjykatën,
por patjetër dhe SPAK-un, dhe temi palëve politike apo dhe vetë brenda palëve politike. Ajo që doja të thoja për rastin e Aulonit është fakti që gjatë kohës që ishte numërimi në 11 maj pati një pretendim nga zoti Sheaj për çështjen e ngjyrës fletës votimit. Dhe këto vota fillimisht quheshin të pavlefshme, por pastaj u quajtën të vlefshme. Dhe nëse i futemi këtij diskutimi ka anomali pafund. Dhe nuk e di se si do ta zgjidhi drejtësia çështjen e këtyre dy standardeve, kur dalim te teknikaliteti, tek boja dhe këtu patjetër kandidati, po do ta hetoj, patjetër, dhe them që çfarë, do ta hetoj, po me çfarë anomalisht do të përballemi ne në momentin që do të ndodhi ky lloj hetimi, mendoj që do bëhet një mishmash i paparë në gjithë këtë histori, por kandidati me të Votimi nuk do ketë hetim për këtë që ngritet. Presupozohet që dhe për këtë duhet kishte. Jo, nuk kam lidhje me këtë. Jo, po ja, e dhash në formë krahasimore. Por këtë nuk ka vetëm unë mendoj që gjithsesi është e drejta e kandidatit në momentin kur shikon dhe gjykon se ka anomali për ta ngritur këtë si çështje. Ajo që shikoj unë është një dy standard edhe i vetë drejtësisë. Pra këtu kemi edhe një lloj përplasje indirekt i gjykatës edhe me ato vendime apo ato raste që nuk janë hetuar nga SPAK-u. Dhe këtë është tipikisht ajo që thatë ju, gjyqësia e re, drejtësia e re. Dhe kjo vjen në sinkron në mendimin tim dhe unë këtë e shikoj si një proces tërësisht pozitiv për Shqipërinë. Kjo vjen si përpallja reale e politikës me drejtësinë. Deri tani pas kemi patur një proces i cili nuk ka qenë përballje reale. Tani është përballje reale dhe në sinkron të asaj që kërkohet nga procesi i integrimit evropian, mendoj që ky është aksioni real i cili do të preki ato peshqit e mëdhenj edhe nga ku do të shikojmë nëse ajo çfarë kemi ndërtuar në si retorik që zyrtarët e lartë kanë ngrënë dardha mbas kurizit të qeverisë, dhe shikojmë se sa e vërtet ka qenë kjo si qasje. Ajo që do shikoja unë është retorika e zotit Dumani, i cili dhe për të parë dhe pse nuk janë hetuar këto raste, siç është zoti Kalaja rastin fjalë, ai dha një shpjegim shumë të qartë dhe gati justifikues kur ishte në komision parlamentar, dhe tha që ne kemi mungesë të burimeve, kemi mungesë të stafit, kemi mungesa qoftë edhe të prokurorëve për të hetuar ngjarjet. Dhe këtu vendosi një lloj hierarkizimi që i bëhet çështjeve që merren hetim nga SPAK-u. Dhe ky mund të jetë një formë justifikuese nga SPAK-u për të thënë që ne kemi hetuar ato çështje që i kemi parë si më të rëndësishme dhe ne kemi refuzuar ato çështje që janë parë si pra nuk i shërben asgjë. Dhe në këtë kuadër del zotëria këtu individualisht, nëse ti vendos këtë lloj hierarkie, drejtësisë nuk i shërben, por mënyra se si është justifikuar dhe shfaqsuar, pse nuk janë hetuar këto çështje, është se janë parë si jo prioritare, si mungesë dhe si rrjedhoje e mungesës burimeve njerëzore, po, patjetër, dhe këtë do thoja që në vetvete, koncepti demokracisë edhe asaj kriterëve që ne duhet të plotësojmë është reforma zgjedhore. Dhe në Shqipëri ne kemi parë që çdo zgjedhje pastaj bëhet reformë zgjedhore, ndryshohet kodi zgjedhor, ndryshohet ligjet zgjedhore. Dhe këtu nuk ka patur stabilitet sa i takon demokracisë në zgjedhje. Dhe këtu është momenti që mendoj që drejtësia do të japë një spunto shumë të mirë për ta çuar përpara këtu. Vetëm ka një gjë, Petraj, drejtësia duhet të jetë e verbër, apo jo, është shpreha, duhet të jemi të gjithë barabartë. Terasi ka lasur shoh një gjë tjetër. Dhe nuk du të parajgjykoj kandidatin që ka marrë mandatin. Bile me thënë vërtetën, nga mënyra se ka folur në parlament, ka qenë më dinjitose shumë deputet të vjetër, secilës nga palët. Por nga ana tjetër, shikon që SPAK-u heziton kur vjen puna të hetojë një çështje që mund të ketë qoftë me komisioner të Partisë Demokratike. Ndërkohë që SPAK-u te rasti konkret duhet të ishte edhe pak më aktiv, se bëhet fjalë për një person që ka patur një historik caktuar. Ka pasur një ngjarje të rëndë kuris, ka dal nga vettingu. Pra le të themi SPAK-u duhet të ishte më i vëmendshëm ndaj një rasti të tillë. Por thjesht kur shikon që është emblema e Partisë Demokratike, hija Partisë Demokratike, ata hezitojnë. Shikom, ajo që shikoj unë rasti Auloni do bëhet rast precedent. Kur vjen puna te qeveria. Aty pastaj rasti Auloni do bëhet precedent për sa i përket krimit zgjedhor. Këtu kemi të bëjmë me krim zgjedhor, natyrisht, dhe e kap SPAK-u. Problemi jo, SPAK-u s'kapi gjë, e kapi gjykata. Tjetër gjë ajo, po e kap kompetencë, e ka strukturë pasaj. Po. Në marrëdhënien e parë të mosfillimi është që, me thënë drejtën, pjesa e kapaciteteve të tek ata është e mangët. Ata nuk din ta hetojnë këtë situatë, duhet të dishin e përballin me situata krejt e reja dhe struktura posaçme është e pa përgatitur me këto
fenomenet të cilat po i ndodhin dhe po u vinë në derë, këto pjesë të procedimit. Pasa tani, që të vim të pjesa e procedimit përsa i përket rastit të Aulonit. Do të dish që të shikosh tani mira orë, apo, mira minuta, të përqendrohet, duhet staf teknik, eksperta, e tjera, që me mendimin tim, ato detyra të pakëtën që dëgjova nga Auloni, strukturës posaçme do t'i duhet minimalja, më e pakta një vit, që të arrijë të kanalizoj problemin me detyrat që i ka lënë gjykata dhe pasaj të merret me personazhet që t'i pyesin. Po pse ato të Vaudes e kanë çuar për ndjekje penale. Ku diun, ato të Rogozhinos e kanë çuar për ndjekje penale. Ku diun, po marr ata të Durrësit, shija i deputetit Durrësit, edhe ai me çështje zgjedhjes ishte deputet edhe e çuar për ndjekje penale janë raste flagrance. Këto janë raste flagrance. Rasti i Aulonit është krejt tjetër. Auloni ka bërë një betejë të jashtëzakonshme dhe e ka ngritur zërin në çdo hap, edhe gjatë kohës i bëj numërimi, edhe gjatë kohës i u dha që po kalonin proceset. Vetëm është një gjë, kjo që i ka ndodhur Aulonit është dhe pa precedens, sepse është gjykata. Është gjykata që i ka thënë prokurorisë posaçme, ktheu një çik se nuk e ke bërë detyrën. Do të dish diçka. Që ta përkthejmë. Shiko, janë të ndara pushtetet. Tjetër punë që po hetohet kasi. Shiko, detyrë. Dhe tjetër punë që Spaku s'ka kush e heton. Por praktikisht i ka tërhequr shumë veshin Spaku dhe ka thënë ke pas zyrën tek KQZ-ja. Ke pas zyrën gjithë me kasi. Përplasje mes instancave, vetë drejtësi. Shiko, ka ndarje pushtetesh në drejtësi. Gjykata ka autoritetin e vet dhe pjesa e prokurorisë ka autoritetin e vetë. Problemi është që në këtë rast, kur ka mos fillim, e lejon procedura që personi që ka bërë kallëzimin të bëj ankimin dhe është gjykata që e trajton. Kemi vend për ta kthyer dhe për ta regjistruar si procedim dhe të fillojë hetimi, pra kjo është pjesë procedurale. Por, se sa do arrin deri në atë pikë të cilën Auloni e ka panoramën shumë të qartë, nuk e di, kjo ngjerët për të parë. Unë për vete kam rezerva. Keni rezerva për shkak të pamundësisë Spakut, apo për shkak të metrit jo të njëjtë të trajtimit për saj çështje? Jo, nuk e kam të pjesa e trajtimit, por të pjesa e kapaciteteve se si do ta trajtoj dhe si se... Një sekund, unë jam në këto procese. Dhe di se si mund të vi Spaku me 50 karroca me letra, që të lë 10 ditë për t'i lexuar, ti s'ke kohë për t'i parë me sy për 10 ditë, ndërkohë që shkon dosja në gjykatë e tjera, dhe gjykatësi i instancës paraprake ka një kohë të caktuar, po të lexoj 80.000 faqe, apo 200.000 faqe, apo 300.000 faqe, tani kjo nuk është pa sens, ë? Atëherë, më fal, janë dy tipologjitë e shkeljes, ti bim shkurt. Është ajo që tha Auloni, thash dhe unë fillim. Është e para ku ti merr proces verbal në vjetër. Po nuk është ajo më, e di se trajton ajo atë? E di çfarë thot aty? Ja po ta them unë. E thot që gabim njerëzor, thotë nuk duhet të ishte. Gabim, qindra vota? Si e mat, qindra, edhe një vota me ikuti. Nuk desha thoja. Qindra vota. Nuk kanë përcaktuar, Ti ke brenda një çfarë? Është vetëm ja zonjë tavolinë. Jo, ideja është që këta nuk kanë përcaktuar kush është marrësh i gabimit. Kush është gabimi njerëzor? Se ne di bëjmë sondazhe dim sa është. Se marrësh gabimi mund të jetë dhe 100 vota, siç thot Auloni, po mund të jetë dhe 1000 vota në një kuti. Çfarë? Kush ishte precedenca? Sa ta them këto? Precedenca ishte kalimi i mandatit. Kur u bëri numërimi, pati kalim mandatin fier. Mandati i Zeqines, më duket, i kaloi Manjolës, ishte një vajzë tjetër. Dhe zonja pastaj dha dorëheqje. Po kjo ishte precedenca. Po jo, po themi precedenca kalimit mandatit. Kjo erdhi si rrjedhoja rinumërimit votave. Dhe këtu duhet ndajmë ne, kush është gabimi njerëzor. Po pra ndajmë. Dhe të na thot avokati unë kam rastin e Tiranës. 10 vota. Edhe njërë, unë ja u thash, e kanë trajtuar në këtë pikë. Tani, që mund të ketë në 1.700.000 votus, kanë dalë 1.000 apo 2.000 vota në të gjithë Shqipërinë. Jo, e ke gabim. Ja ma ta mbaroj e mbaroj unë këtë dhe pasaj. Tani, unë nuk po mbroj atë, edhe njërë, Aulon, jam në linjën tënde, Aulon, ti prapë s'po më kupton. Po që të ndimoj. Në nuk e dua. 10.000 vota, në Fier u ndru një mandat. Në Dibër kishte probleme mes kandidatëve, në Durrës u trafiku. Tirana u numërua e gjitha, nuk janë 10.000 vota në Tiranë. Në momentin që ty dalin 42 vota që ti ka mbjedh një kandidati dhe e japin një tjetër në një kuti, kujdes, në një kuti, ti kishe Cenoklasin që të ka vjedh 1.200 vota në Fier, dhe këta i quajtën gabim njerëzor, tani më vje keq. Po pikërisht kjo është historia.
Këtë po të them unë, dhe prandaj ta kanë për mos fillimin ty. Në Tiranë 10.000 vota, si djathta, si majtë. Ku kanë qenë këto 10.000 vota njësëm të paktën për këtë 10.000 që nuk e di? A ti them unë, ti them ti marrë me radhë. Po merrem unë se di. Po, që nga Blendi Gonxha, që nga Jorida Tabaku, që nga kandidat Po tjerë, a dolën të komisioni, a dolën? Po pra, po morën nga 200 vota secili. Po a dolën këtu, të komisioni të rinumërimi? Po pra dolën, këtë po të them. Po qa janë këto gabime njerëzore? Ai po thotë lëvizja në fund fare është 10.000. Avokat, ka dhe një gjë, se më kujtohet i ndjeri Gilman Bakalli, kur mori pjesë në zgjedhje atëherë, që u shkëput nga Partia Demokratike, mos gabojnë 2009. Shumë dinjetoz ka qenë. Gilmani ndjerë, kur u hapën, sa po mirë më tha, po vota ime dhe e familjes time, po. Dhe u tallën media me të, një pjesë. Po, dhe u tallën, shiko çfarë thotë Auloni me drejt. Në Perëndim, edhe një votues ka drejtë se thotë, këtu nuk ka rëndësi fare nëse ka ndryshuar rezultati apo jo. Ka të qëndrim prezë nga ti. Kush je ti që vendos? Jo, po te kjo do rish. Gjykata i ka thonë po të preket një vot, sepse sovranitetin populli e jep në përgjithësi ju thot gjykata europiane. Sovranitetin e qytetarëve. Thot gjykata europiane, por nuk e thot ligji shqiptar. Mirë që ti që e prek. Kush je ti që vendos që kjo prekje nuk hetohet? Prish pra. Kjo është problem që fillon nga kasi, kolegj zgjedhor. Shikon, kolegj zgjedhor un kam dal 4-1. Ka pas vendim pakice. Më ka habit ajo zonja, nuk e njoh gjyqtare, nuk e di atja përmend emrin apo jo. Një zonjë e cila ka bërë interpretim të jashtëzakonshëm, domethënë, se si ajo donte që unë të legjitimohesha, jo Auloni, kandidatët. Dhe pikërisht me këtë jurisprudencë që ka bërë ajo, e kam marrë dhe kam çuar në gjykatë kushtetuese. Sigurisht që duke e shëndosh me të gjithë argumentet e tjerë. Për shiko çka ka ndodhur, precedenti i gjykatës kushtetuese për Rumaninë, për Serbinë dhe për Bullgarinë i kanë dhënë gjithmonë drejt kandidatit, se edhe këto vende janë has me të njëjtat probleme që kemi pas neve. Prandaj shoqëria individit, është shumë e rëndësishme për ne tani që po bëjnë kodin zgjedhor. Jo, këta po bëjnë kodin zgjedhor prap. Janë ul prap bashkë me bë kodin zgjedhor. Një pyetje kam unë. Do reflektohet kjo në kod zgjedhor sepse e tha komisioni, OSBE Odir, raporti OSBE Odir tha kandidatët nuk kishin akses në proces. Keni një paragraf aty që e thotë. Dhe një pyetje sepse me që Petra ndoi përcjell të pjesë. Vetëm një sekondë. Një pyetje për avokatin e përcjell. A duhet në këto momente kur politika, pikërisht në momente kur politika duket që bën pazar, edhe institucionet që ajo zgjedh, a duhet ndërhyj drejtësia? Shikom. A duhet vendoset drejtësi pa marrë parasysh, jo, Auloni mu mos ta fitoj fare mandatin. S'është kjo, po s'është për mandatin. Problemi është, a duhet, ky është rasti tipik ku drejtësia duhet ndërhyjë. Spaku ka qenë pjesë e task force-s. Më ka pas zyra aty. Një sekond. Ka qenë pjesë e task force-s, por nuk kisha autoritetin të vendosë, sepse gjithçka ishte në drejtimin e prokurorit përgjithshëm, që ishte edhe komisioni qendror i zgjedhjeve, drejtoria. Zotëri ka qenë Spaku atë çfarë prokuror përgjithshëm. Edhe një herë po flasim për pjesën e task force-s. Tani, pa u vënë në lëvizje struktura e posaçme nga një individ, nuk lëviz drejtësia. Problemi është personi i cënuar, personi i dëmtuar, duhet të vëjë në lëvizje të bëj kërkesën pranë një institucioni. Por institucioni është ai që vendos. Po e ka bërë, më ja ka rrëzuar 2 herë. Një sekond. Po pikërisht pra, se kjo është prandaj ka shkuar në gjyq. Shiko, është trajtuar si pjesë e mangësisë së kapaciteteve. Ai e shprehu vet administratori i sotëm i strukturës posaçme. Ka me të vërtet mungesë kapacitetesh, por nuk do të thotë që kjo çështje mos të vijë në lëvizje. Për mendimin tim, kjo do të bëhet precedent edhe për raste të tjera. Por a është Spaku i Zotit tani që ta trajtoj çështjen dhe detyrat që ka lënë gjykata për këtë pjesë të procedimit, të regjistrimit dhe detyrat që do të bëj në hetimin paraprak, kjo ngjerët për të parë dhe kjo është ajo për të cilën unë them. Por mënyra se si ka vepruar Auloni në të gjithë të pikë, për mendimin është rrugë shumë e drejtë dhe është e drejta e tij. Patjetër është e drejta e tij, vetëm është e drejta jonë që të pretendojmë që drejtësia e re të jetë barabartë për të gjithë apo jo. Qoftë për një individ, qoftë për një parti. Nëse nuk forcohet gjykata, struktura e posaçme do të bëj gjambër mbi gjykatën. E vërtetë është. Megjithatë sot gjykata është forcuar nga e para pastaj. Sepse sot gjykata ka vendosur që kryeministri nuk është më kryeministër, qeverinë mund ta bëjë ajo. Petra, faleminderit shumë në këtë pjesë parë. Rikthehemi pas një shkurtër ku me ne bashkohet Arben Meçi.